Gjatë vitit 2025 u publikua hulumtimi në fushën e bujqësisë me titull Subvencioni për djerz, fitimi për bodrume, i cili tregonte se fondet publike të destinuara për zhvillimin e bujqësisë janë shfrytzuar për të favorizuar kompanitë milionçe të verës, duke lënë anash fermerët që jetojnë nga puna e tyre. Hulumtimi vuri në pas se 3 kompanitë e verës, Bodrumi i Vjetër dhe Sunny Hill, Illyrian Wine dhe Biopak dhe Stone Castle, prodhojnë rreth 7 milion litra verë, nga 7,8 milion litra verë sa prodhohen gjithsej, apo 89% të verës në total. Ndërsa, të gjitha kompanitë tjera bashk, 32 sosh, prodhojnë vetëm 800.000 litra verë në total, apo 11% të verës në total. Rrjedhimisht, këto 3 kompani blenin shumicën absolute të rushit nga 2694 vreshtar me çmim përafërsisht të njëjtë. Nga ky hulumtim, doli në pas se ka një mospërputhje në mes mbështetjes që marrin bojqet dhe kompanitë për përpunimin e verës. Ministria e Bujqësisë u jep subvencione edhe vertarve edhe vreshtarve, por vreshtarët nga 1.000 euro sa janë paguar më parë për 1 hektar, tash marrin 1.054 euro për 1 hektar, pra me një rritje prej 5,4%, ndërsa për vertarët nga 4 cent për litër, tash subvencionohet me 8 cent për litër, apo 100% rritje. Në këtë gjendje vreshtarët punojnë për subvencione, ndërsa rushin u ashisin bodrumeve, me çmimin që vetë kompanitë e verës e përcaktojnë. Nga kjo del se vreshtarët mirëmbahen nga shteti, ndërsa fitimin e vërtet të rushit të verës e marrin kompanitë e verës. Dhe me 3 kompanitë të verës prodhojnë 89% të verës në total, vreshtarët s'kan shumë opsione ku ta shisin rushin. Shoqata e kompanive të verës pati thënë se kompanitë koordinohen për vendosjen e çmimit, ndërsa fermerët tregonin se po të mos ishte subvencionimi, nuk do të punonin tokën për shkak se çmimi që përcaktohet nga kompanitë e verës i mbulon as shpenzimet minimale.